Allahun e falenderojmë, prej t'i falit dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton, a që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Nuk ka kush që e humbë ndërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, pasi që na kanë mbetë edhe deri në hyrjen e muajit Ramazanit edhe 2 gjumo me këtë. Kjo gjumo dhe gjumoja tjetër, gjumon e tretë inshallah taala, jena në javën e parë të Ramazanit. E lusë Allahun që Allahu subhanahu wa taala të na bën nasib e mujessër që me hinë në atë muaj të madh, me iman, mirësitë dhe begatitë e muajit të Ramazanit. Ka vendosur që këto 2 javë mja kushtu një lloj përgatitje e muajit të Ramazanit. Për sot kam zgjedh një ajet, që ky ajet na thirr neve që ne të kthehemi dhe të hapim një faqe të re me Allahun subhanahu wa ta'ala. Na thirr që ta madhërojmë Allahun ashtu qysh ai meriton. Thot Allahu, ba'da udhu billahi minash shaitanir rajim, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Thot çka është me ju? Ç'është me ju që nuk e madhëroni Allahun ashtu siç duhet? Ç'është me ju që nuk e madhëroni Allahun ashtu siç duhet? Wallahi billahi, ai cili si bindet urdhnave të Allahut, ai cili nuk jeton konform me urdhnat e Allahut, s'është e madhru Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu siç duhet. Wallahi billahi, e kom ndo këtë ajet, këtë porosi për gjithë ata të cilët halo janë të hamendum, halo se kanë gjetë udhën, nuk po din halo as vet ata ku i kanë vendos këmbët. O i dashur jem, po të flas pe loçkës zemrës, pe shpirtit po t'i thom çto fjalë. Wallahi billahi, mos punimi me urdhnat e Zotit, që nën kupton mos falja e namazit, mos agjerimi i Ramazanit, mos dhënia e zakatit, mos shkurja në haxhe, mos kryerja e veprave islame, nën kupton jo madhërim ndaj Allahut që i madhëron i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa shumë kemi nevojë dashurit e mi. Kjo nuk ka veç porosi dhe kërkesë për ata që kanë mangësi në çurjen e urdhave të Zotit. Jo, kjo ka nevojë edhe për atë përkushtumin. Se dhe i përkushtumi se madhëron Allahun ashtu siç i takon Allahut. Na këtë kena mangësi. Nuk e përjashtojmë veten tonë me mendu dikush se po i fal 5 kohë namaz, pe agjeron Ramazanin, e jep zakatin, e kryen haxhin edhe unë jam të madhru Allahun që i takon atij. Jo vallahi as se si ja japim hakun kësaj, po me lut Allahun, Allahu mos më na korrit, mos më na nxjerr prej kësaj dynjaje. Po e arrit qëllimin e pa mbrin në shkallën duke madhru Allahun që i takon Allahu te bareke ve taala. Sa shumë kemi nevojë për këtë këshill të fuqishme të dashurit e mi. Se jetojmë një kohë ku zemrat tona janë shpërdane për shtigjet e dynjas dhe lakmit e saj. Kemi nevojë që adhurimet tona me i forcu se janë dobësu. Adhurimet tona me i forcu se janë dobësu, edhe Allahu te bareke ve taala prej urtësisë ti absolute e ka bëu që me ardhë buji Ramazanit e Ramazani me lujtë rolin që ti që ja ke nis më u lëkund, mos më u lëkund.
Ramazani është i dashur jem, nuk është sikur se për fat keq që shumë njerëz e mendojnë se tash duhet mu uçu 1-2-3 ditë para Ramazanit e me shku me imbush frigoriferat e depot e shtëpive me ushqime. Edhe mja nis me bo një list që me kërku pej grave, natën e parë duk shtu, e dytën duk shtu, e tretën ashtu. Ramazani nuk ka për me hungër e me pi. Ramazani nuk ka për me ndajt den syfir me lyt me letra. Ramazani nuk ka muj i dëfrimit, Ramazani o muj i adhurimit. Ramazani është la'allakum tattaqun, që mu afru të Allahu me dovëshmeri, me arrit qëllimin e dovëshmeris, që kjo është Ramazani. Nëse Ramazani nuk pe abon që qëllim s'pe arrin, nuk e arrin dovëshmerin ti në Ramazan, vallahi dije se e kalodhësh. Pejgamberi s.a.s. vetë në ka paralajmëruar, ka thënë Allahu nuk ka nevojë që ndikush pe juve ta lën pijen dhe ushqimin e tij. Se agjerimi Ramazan, ajo është vetëm një pjesë e agjerimit. Agjerimit do të thotë formalo me elon pijen edhe ushqimin. Qëllimi i agjerimit është la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Me vretin zemrën tonë, se zemrën tonë e ka kaplu devotshmëria. Në zemrën tonë ka hi dashnia për dinin e Zotit, zemrën tonë ka hi dashnia për namazin, zemrën tonë ka hi dashnia për veprat mira, që kjo është do të thotë qëllimi i Ramazanit, dashurit e mi. Sa shumë kemi nevojë ta ndjejmë madhështinë e Allahut në zemrat tona, kur na u kanë vërsul në kohën tonë epshet. Po dojnë me na bo helaç, bre. Helaç po dojnë me na bo epshet, vallahi billahi. Sa prej neve po largohen prej xhamive, e ndëgjon ezanin të thonë hayya alës sala, hayya alel fala, eja në namaz, eja në shpëtim, epshi ti selen, e epshi lej klapa qel, të li far emni mundet me pas. Dikush epsh e ka karjeren, dikush epsh e ka një tek tit që ndoshta në vetë vetë o shumë i ullt. E ndin e zonin, edhe këta e kom di kohën e fundit, kush kam ka ardhë keq që e kom di, thash, bre mos të kësha ndi këto. Kish edhe asi musliman, besh vakt namaz, po besh vakt, pes. E ndin e zonin, tu pikove, dhe hajtë se tani shkaj falna. Ja Allah, qfar zemrë du të me pas një njeri i cili e ndëgjën zonin, as një ngarkes se kom, edhe nuk i përgjigjet. Ndoshta me thonë ma ndryshe kish me qenë pak e rond, po ndoshta ky njeri është si mos me pas zemrë. Zemrën fizike e ka në trup, po atë zemrën në aspektin e shpirtit, këti shpirti, zemra, shpirt i mungon, vallahi billahi po. Qish ka thot Allahu, qish në Allahu në thret neve o dashurit e mi, thot ja ejuhel insanu, ma gharrake bi rabbike l-kerim. O ti njeri, qka të të mashtru ty pe i Zotit tënd bujar? Oh, sa kush mashtrohet o dashurit e mi. Mashtrohen. Allahu në thirë me bujarin e ti, në thirë neve, vallahi, gjdo dit më u pendu, gjdo dit më u këthy. Po tash nuk du me folë për pendimi, se du me lon javën tjetër. So shumë e nevojshme para se me hinë Ramazan më u pendu e ku për pendimin, ndoshta edhe kejtë Ramazani me na kalu të fol, qash kem nevoj se gjynohe, atë shumë jem të i bo Allahut, shumë jem të i bo gjynohe Allahut subhanahu wa ta'ala, që Allahu po thot, ma gharrake, ja ejuhel insanu, ma gharrake bi rabbike l-kerim, o njeri thot, qfar të mashtrojnë da i Zotit tënd bujar, ati qfar bujarije ka Allahu subhanahu wa ta'ala dashurit e mi. Që shka arë në hadith, o të lupt na për Allahun. Allah i dush me thonë, ti edhe në plot herë me goje, me zemrë, ja Rabbi leke l'hamd, o zot hamdit takon ty që m'ke bo musliman, o zot hamdit takon ty që m'ke bo prej rabve tu që t'adhurej ty, ja Rabbi. Që qëfar zoti bujare kemë të dashurit e mi, thot, Allahu thot, e shtrin dorën e ti natën që të pendohet me katuesi ditës. Dhe e shtrin dorën e ti ditën që të pendohet me katuesi natës. Ka arën ajet
në Kur'an thot yed'ukum liyaghfira lakum. Ju thira juve, Allahu të thirë ty dhe mu për me të falë. Pasha Allahun po të vesves një pyetje po të bëj. Ku ke po dikuj mi a thy urdhnin, mos mi a qu fjallën në vend, mi a në përkon fjallën e ti edhe aj apet me të prit me bujarije me falje. Ka në hadith thot, jebna Adem, lau atejteni bi kurabil ardi khataja, o biri Ademit, po të cirë ty dhe mu. O biri Ademit, thot nëse më vjen me gjinohe so hapsira e tokës, po shirk thot së më ke bo, ma shfaljevi. Allahu akbar, Allahu akbar. Pra dashurit e mi, a meriton kjo Allah me madhëru, me madhërin që i takon, para madhështis Zotit dashurit e mi, krejt krijesat për ulen, veç insoni për fatkeq. Ky inson i dopt, nuk për ulet edhe bot kryeneq. Krejt krijesat që ekzistojnë i nështrohen Allahu dhe i madhrojnë Allahu me madhrin që i takon. Janë për ullur Allahut malet e kodrat. Sa që thot Allahu, dëgjoj këtë ajet thot, lau enzelna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Thot sikur se t'ja zbritshim këtë Kur'an kodrave kishin mu bo hije pluhun prej frikës ndaj Allahut. Ky Kur'an na ka ardhur neve dashurit e mi. E kem para vetes, dikush e ka atje në dekorimin e tij, në shtëpinë e tij, aty në harmonin e tij e kalon. E ka përpara. Inshallah po them. Inshallah s'na i ka ra pluhun i Kur'anave. Inshallah jo. Inshallah s'na i ka ra pluhun i Kur'anave. Që kë Kur'an i dashur jem, thot Allahu si kur se t'ja u zbritshim, maleve dhe kodrave kishin më bohije pluhun prej frikës ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa zemra njerit me gjithë butësin e saj, ashtë din më ngurëtsu, shpesh ngurëtsohet edhe haron kryusin e vetë. Që që i kanë thonë Fudajl ibn Iyadit, këti burit madhë, kile li Fudajl ibn Iyad, ma ajabul eshjai, fa kal, kalbun, araf Allah azza wa jalla thumma asa. Tha i kanë thonë Fudajl ibn Iyadit, o Fudajl, cila është gjëja me çuditshme? Ai tha u përgjigj, një zemër që e nje Allahun e pastaj i bën gjuna Allahu subhanahu wa taala. Që kjo është gjëja me çuditshme. Me njoft Allahun edhe me i bë gjuna atij, reflektoj dashurim, ktheu Allahut. Ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Wallahi jeta kalon shpejt. Jeta ik shpejt. A di sa kuj ka me i mungu baba në sofrën e syfyrit, e nana, e vllau, e gruja, e tjetër. A di sa njeri në ka vdek, a di sa njeri në kem përcjell të Allahun vitin që e lan pas. A e din sa ka me kena qëtat me ndërdhe që Ramazanin e kalum, ka qenë që tu, para Ramazanit kalum, i kanë dëgju këshillat tona, që do këshillat që nena tu jep. A ki garanci se nuk ki me qenë të aj? Qka dim në kush ka me qenë? Në nuk dim kush ka me mbri Ramazanin, mëre. Reflektoj dashur jem. Reflektoj këtheju Allahut. Wallahi billahi, nuk ki me gjetë qëtësi, s'ki me gjetë rahati, s'ki me gjetë lumëturi, përveç se ndinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse privon vetën prej lumëturis? Allahu thëtë në Kur'an, فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Thot e kuj Allahu thot i vjen udhëzimi im, është fjala për Kur'anin dhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I vjen udhëzimi im dhe ndjek udhëzimin tim, kur thot nuk ka me humbë dhe s'ka me kompej dëshpërunve. S'ka me humbë në dynja e s'ka mu dëshpërun ahiret nesër. Për fund dashurit e mi, klum na që Allahu në ka jep jetë, Allah i të të bëbo hamd, e me lutë Allahun, me thonë, Allahumma bellighna Ramadan, se sahabet, 6 muaj dit kanë bo dua, me apranu Allahu Ramazanin, 6 muaj tjera, me arrit Ramazanin, edhe nisja ti piqetashit, aktivizoj dua të, ja Rabbi bellighna Ramadan,
O Zot, na bën nasib në Ramazanin, na bën nasib me hin Ramazan. Siç ka thot Ibn Jauzi, edhe me këto pe përmbylli këtë hutbë, thot Ibn Jauzi rahimahullah, tallahi, ky dietar i madh, thot pasha Allahun, law qila li ahli al-qubur tamannu la tamannu yawman fi Ramadan. Tha sikurse kish më ju thon banorëve të varezave, shpresoni. Thot kishin me shpresu veç një ditë Ramazanit. Veç një ditë Ramazanit. O i dashur jem, unë e di që zemra jote edhe zemra jeme ka nis me qitë shkëndia prej mallit Ramazanit. Ja Rabbi, o Zot, ti i cili je Zot i Ramazanit, e Zot i gjitha mujve tjerë, hamdit takon ty, që po na e bën nasib, e po na afron të ky muj, e na bën nasib me hin ta, se shpirtat tonë janë lodhë. Wallahi janë lodhë prej mëkateve. I kem lodhë me gjunahe, shpirtat tonë, trupat tonë janë rëndu prej gjunaheve. Ramazani është mundësi për me ndryshu, Ramazani është medreze, është shkollë. Ama Ramazani i dën ata që janë serioz, ata që përvilen para se marrë Ramazani i qesin pikat çka dojnë në Ramazan. Allahu na bof pe robëve ti të mirë. Na bof nasib neve, prindërve tonë dhe gjithë muslimanëve me prit muajin e Ramazanit, me hinë në këtë muaj të madh, me i marrë begatit e muajit Ramazanit, me e marrë dhe me ustolis me faljen e Allahut dhe lirim pe zjarmi i xhenemit na prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.